Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, numri studentëve që diplomohen në programet e doktoraturës në Shqipëri mbetet në nivele të ulta pavarësisht një rritje të lehtë të shënuar gjatë vitit të fundit. Të dhënat tregojnë se doktoratura vazhdon të jetë niveli i arsimit me numrin më të vogël të diplomuarve në vend. Nëse analizohen shifra ndër vite, vjet re një rënje e ndjeshme e numrit të diplomimeve në doktoraturë krahasuar me fillimin e dekadës. Në vitin 2021 u diplomuan 393 studentë në programet e doktoraturës, ose ekuivalentet e tyre, ndërsa në vitin 2025 numri ra në vetëm 34. Megjithatë, krahasuar me vitin 2024, kur u regjistruan 31 diplomime në doktoraturë, viti 2025 shënoi një përmirësim modest me 3 diplomime më shumë. Edhe pse rritja është minimale, ajo mund të konsiderohet si një sinjal i lehtë pozitiv pas disa viteve me shifra tepër të ulta. Të dhënat tregojnë gjithashtu se programet e doktoraturës vijojnë të dominohen nga universitetet publike. Nga 34 studentë të diplomuar në vitin 2025, plot 24 kanë përfunduar studimet në universitetet shtetërore, ndërsa vetëm 10 në universitetet private. Kjo tregon se institucionet publike mbeten destinacioni kryesor për ata që zgjedhin të ndjekin studimet e nivelit më të lartë akademik. Një tjetër element interesant që del nga statistikat është diplomimi i femrave në këtë kategori diplomash. Në vitin 2025, nga 34 doktorantët e diplomuar, 26 ishin gra dhe vetëm 8 ishin burra. Kjo do të thotë se më shumë se 3/4 e diplomimeve në doktoraturë i përkasin femrave, duke konfirmuar trendin e viteve të fundit ku gratë po përfaqësojnë gjithnjë më shumë në nivelet më të larta të arsimit universitar.